Presionin për themelimin e gjykatës speciale nuk ka asnjë sen protestë, ata po mundon me thonë që dha shqiptaqe ka kryu dhe normal kur kërkon bashkia ndërkombëtare dhe duke ditë prej fillimi akt akuze që ka qenë për transplant organesh, se cili njeri normal do të kishte pranuar një gjykatë të tillë dhe do të kisha pranuar edhe unë, por ata në rrugë destinacioni sepse UÇK nuk ka pas edhe mundësi po të kishte dorë teknike as resurse me bë transplantin e organeve. Ne ka dhe kushtar për një ndihmë thjesht në mal. Dhe se s'ke pas, por tash ata e trallton ruset, po edhe vetë shqiptarët të Kosovës, dhe po të kishte dorë Albin Kurti në atë kohë, ta pengoj këta e para nuk kishte thy betimin e deputetit dhe kishte ndajë sallë dhe të pak të kishte abstenu. Se lemo që s'ka votu kundër. Ka pas zona jem kundër, por nuk ka vot kundër të vetë vendosjes. Nuk ka as abstenim të vendosjes që përmënon të isa me nashit. Por ata, me këshyre lol, ata kanë thy betimin e deputetit, sepse deputeti merr një betim për të përfaqësu ata votues dhe për të dhënë një mendim. Çfarë të qoftaj? Kështu që edhe rasti ku ka qenë atë me rastin e Delavis, ku ka bërë presion dhe ku ke mujt me zhbo këtë gjykatë parlament, vetë vendosja me arsyetimin se në natën nuk votojmë, e ka lënë pa kry kjo punë, ndërsa në anën tjetër kanë trumpetuar se jemi kundër gjykatës. Pra nga Athena në Teber është një det i tërë. Edhe diçka të fundit kam, në këtë moment ndoshta më i vështirë me shëban raportet të cënuara, me sanksione nga BE-ja, por edhe tani nuk mund të flasim për ftoje, por një grip në raportet vëllazërore. Kush i ndryshon, kush është ai njeri që mund ta përmbysë të situatë pozitivisht? Mund vish shpresa nga Haga? Po si jo, ajo është shpresa ma madhe, ata shokët e liron janë dy të mira për këtë popull. Dhe është vetëm një e mirë vot s'ket për ata personalisht familjar, që ata as nuk kanë llogaritat punë, se ata kanë qenë gjendje me dek, jo, ata nuk e llogaritin këtë prem sakrificë. Sepse shokët e tyre ka dhënë jetë dhe unë besoj që unë e di, jam dëta, ata janë mëse krenar të përfaqësojnë këtë pjesë, qoftë edhe me në padrejtësi. Por ata janë shpresa e para, janë shpresa që do të vinë këtu, e dyta janë lidhjet e hershme, por edhe puna atje më hershme dhe bindjet që kanë marrë Shtetet e Bashkuara Amerikës për pashpërthaqjen e shokët e tij e bashkëtorët e tij. Bindjet që kanë shumë vështirë më rrin kohë luftën në Rambuje, e bindjet që ai vetëm e ka sforcu dita ma ditës. Po ja që se fatkeqësisht kanë ardhur njerëz që janë të dashuar në vetveten epitete, që ata që kanë lexuar librin për Neronin, ku mendon që është aq i Zoti sa për një pikturë, ku ka filluar më bë pikturë, ka dhënë takolli Romen, kanë më ndal një pikturë origjinale. Kështu që në këtë stat ka ardhur politika jonë fatkeqësisht, po ja dita me ditë shenjat e mira janë, shqiptarët e kanë fituar pavarësinë, dhe ata që kanë ditë me fitu pavarësinë do t'in edhe me i kthy marrëdhëniet aty ku i kem, sepse në fundit edhe ato që në prish, e kanë një adresë që ata vetë ndërkombëtar për drejtojnë se ku është adresa. Zotëra Haradinaj, faleminderit shumë për bisedën dhe ju uroj marshim të mbar, rrugë të mbar drejt Hagës. Respekte, faleminderit shumë, edhe faleminderit edhe për përkrahjen që na bëni vazhdimisht, e urojmë edhe të na përcjellni me tutje. Respekte, gjithashtu një urim, një ditë marë, një demonstrim dinitoz dhe një përfaqësim dinitoz të gjithë shqiptarë në Tiranë. Jemi me ta, ne përkrym detyrën tonë, kënej ka ke marrë misionin, ata krym detyrën tjetër atje. Liria ka emër, unë ju përshëndes dhe ju uroj më të mira. Pa tjetër dhe kjo është ajo platforma që ka gjetë këtë emër, e cili po përkrahet dhe fatmirësisht në mënyrë edhe po na bëhet plagiat nga shtete tjera siç është Ukraina, e modifikuar po e njëjtë, kështu që do thotë ka emër dhe unë mendoj ai emër është i merituar që ka. Faleminderit shumë. Respekte.